Vjosen me qu 15 në shkrime. Se s'ka numra, s'ka fuqi. 15, tha. Po këtë është Ose nas 15. Bile, zoti Bajqinoci, juristët e vëmendshëm, krejt e pranojnë, sot në Kosovë. Po kush sot u i vetë njerëzit që din diçka, se na pe i dim krejt. Po nuk jenë vota me vjosen. Po nuk mund ti ke konsumu 60 në shkrime. S'mund me këthejmë. Ja, mund i këthejmë. Kush ka thonë? Ja, bre këthejmë, dëgja. Po karate se nuk e propozoj vetë zoti Kurthi. A ju kujtohet që ka thonë? Vetë nuk petia si Gjeki Qeni, as i ky Vandomi. Fal, tash unë kur s'po di argumente. Ose është edhe një ma i fëvët, që nuk saj... Halil. Busli. Halil, pse s'po merreni me deklaratat e LDK-s ju dë, me tregu pse si mblodhen 15 në shkrimet. Jemi na me deklarata këtu. Na jemi me bo një analizë pushtetit. Pse si prunë në shkrime? Dinamikat e pushtetit, zoti Bajqinoci. Pse si prunë në shkrime? Dinamikat e pushtetit i analizojmë. Pse si prunë në shkrime? Paskojnë i deputetat në fund. Bajqinoci. S'po pajtojt Kenar Shadas me Halilin as me Halil. Atje që në fund kompozicionit, mune s'mijën a me ato. Pse si prunë në shkrime? Shiko, qka me nënti që pohët një kolegi yti i lizet vetëvendosje, pohët kompis që du, me Albin Kurtin, pe propozojmë edhe pe votojmë Vjosa Osmani, thot nuk ka pra. A ju vdashtë të shkrime? A gjavdyli po. A gjavdyli ka kalon dërheqë. A ka rajt ky a ky. A i ka thënë që shumica kanë qenë për... Shumica dhe vetë thot kënë konë për Vjosa. Për Vjosa Osmani. Kushta? A gjavdyli pas ka dhe i lërë. Une nuk kam qenë...